Kush është dakord? Kundër? S'ka. Abstenim s'ka. Miratohet. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike ka votuar në unanimitet ndryshimet në statutin e kësaj force politike. Janë dashur vetëm 2 minuta që 7500 delegatë të votojnë edhe me shishe ujë, edhe me flamuj të Partisë Demokratike në duar, për 18 nenet e statutit të PD-s, kur deputeti Eduard Halimi ka hapur procesin për votim, duke monjanuar në pothuajse gjithë votimin kartonin. Kundër nuk ka. E gëzojmë statutin e ri të Partisë Demokratike. Statuti ndryshuar i Partisë Demokratike sankcionon parimin një antar një vot dhe prej tij burojnë të gjitha strukturat deri te kryetari dhe forumet drejtuese, të cilat ashtu siç kishte paralajmëruar vetë kryetari i ri, Lulzim Basha, të gjitha këto struktura kanë pësuar zgjerim dhe për sa u përket burimeve njerëzore. Kështu sipas statutit Këshilli Kombëtar nuk zgjedh më kryesi, por ai zgjedh sekretarët funksional, që do të jenë pjesë e saj. Aty sankcionohen përsëri mandatet 4 vjeçare të drejtuesve të Partisë Demokratike dhe forumeve të larta të saj, por nuk parashikohen raste të ndërprerjes së mandatit. Por rrjedhoi nuk përfshihet në statut që kryetari i partisë të dorëhiqet në rast se humbet zgjedhjet, duke nënkuptuar një mandat të pakufizuar. Gjithashtu në statut nuk përcaktohet nëse ka të drejtë rikandidimi pas humbjes së mundshme në zgjedhje. Një nga pikat kyçe të organizimit të ri të demokratëve do të jetë vendosja e departamenteve. Kjo jo vetëm për të hartuar strategji dhe propozime, por edhe për të qenë një formë ndryshe e veprimit. Me largimin e Berishës nga kryetari i Partisë Demokratike, është menduar që të jepet më shumë formë mendimit kolegjial, duke mos e parë më kryetarin si pikën kyçe të funksionimit, ndërsa vetë departamentet do të furnizojnë kreun e PD-s me informacione, por edhe me propozime konkrete mbi situata të ndryshme. Ai që bie në sy është përfshirja e Komitetit të Orientimit të Politikave, i cili do të funksionojë si departament më vete i kësaj partie. Kjo për shkak se është gjykuar si pozitive ngritja e kopit që funksionoi në Partinë Demokratike në vitin 2005, ku pjesë e tij ishte edhe kryetari Lulzim Basha. Gjithashtu specifikohet në statut që ish presidentët dhe ish kryeministrat janë antar direkt të Këshillit Kombëtar, vetëm në rast se ata janë antar të Partisë Demokratike në atë moment. Por nga ana tjetër, në radhat e Këshillit do të përfshihen dhe deputetët si pjesë të zgjedhurve me votë nga vetë qytetarët. Sa i përket kryesisë së lartë me ndryshimet në statut, është parashikuar që nuk do të ketë më një kryesi partie me 25 antarët e së cilës zgjidhen nga Këshilli Kombëtar, por Këshilli Kombëtar zgjedh një pjesë të saj, sekretarin e përgjithshëm, drejtuesit e departamenteve dhe sekretarët funksional të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar, përveç funksionarëve të saj partijak, në krye të cilëve kryetari dhe nënkryetarit. Në kryesi përfshihen edhe kryesia e grupit parlamentar, kryetarët dhe nënkryetarit demokrat të komisioneve, si dhe drejtuesit e organizatave partnere. Ndonse më parë pas kryetarit emëroheshin 2 nënkryetar, tani numri është i pacaktuar në statut. Sërish njëri prej nënkryetarëve të partisë është kryetari i grupit parlamentar demokrat. Këshilli Kombëtar zgjedh sekretar funksional dhe drejtuesit e departamenteve që ndihmojnë sekretarin e përgjithshëm. Por statuti ka pësuar dhe ndryshime të tjera, të cilat do t'i nënshtrohen votës së Kuvendit Kombëtar. Ndryshime statutore që pritet të votohen nga 7500 delegatë të Kuvendit Kombëtar, përfshin automatikisht në Këshillin Kombëtar dhe 53 kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në rrethe, deputetët dhe vetë kryetarin. Kuvendi Kombëtar do të zgjedhë më pak se 100 anëtar të rinj të këtij Këshilli të ri kombëtar, ku sipas ndryshimeve në statut theksohet se 30% e tyre duhet të jenë gra dhe për herë të parë shkruhet se të rinjtë deri në moshën 30 vjeçare duhet të jenë 15% e këtij forumi të lartë drejtues.